Se ka punu me plane, zhduku Blegtorin, nuk ka më në për malet e Shqipërisë, nuk ka më bakti. Shkoni shihni ka tufa baktish në malet e veriut, në malet e jugut, shumë pak. I zhduku, sepse nuk duan, fali për shprehjen, kakardhi dhish, oligarkët. Duan pronë të pastër për bizneset e tyre, pronë që nuk do ja afrohet dot më asnjë fshatar i zonave malore, si nga jugu, si nga veriu. Se do bëhen zona ekskluzive, ato nuk do ju afroheni dot. Ja, ju që bëni se kujtoni se do po përpiqet ky për të zhvilluar Shqipërinë. Ato janë zona ekskluzive që vjet tjetri rrethohet ajo një. Ka një punë për një Bachevane, një roje, një gjë që mund të punësohet në shqiptar, kaq është maksimumi. Pjesa tjetër vjen me helikoptere nga Zvicra, nga Franca, nga Italia, do hyjnë atje në zonën e vet, në pronën e vet, ekskluzive, në bashkëpunim me oligarkët shqiptar. Kryejnë ato qefet e veta, bën pushime, hikën, ju do zgrapsni syt. E vodh